e tillë. Të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në diasporë kanë të drejtën e tyre për të shfrytzuar faktikisht të drejtën e garantuar me ligj për të votuar. E një gjë e tillë bëhet edhe përmes votimit me postë, votimi i cili organizohet në 24 shtete të botës, e ky proces mund të bëhet deri me datën 27 dhjetor, saktësisht një ditë para se të mbahen zgjedhjet në vend. E këtë drejt, me postë janë gjithsej 57.000 qytetarë të cilët janë regjistruar për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës, por fatkeqësisht nuk është arritur që të filloj me kohë i gjithë procesi votimit. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam Astrid Gjocaj, politolog. Përshëndetje. Përshëndetje. Gjithashtu, në lidhje të drejt për drejt, kemi dhe Burbuqe Paqarada direkt nga Londra. Përshëndetje. Përshëndetje, Kushtrim. Ndërrume po e nisim diskutimin me ju, me qenë se jeni nga Londra edhe e dim që edhe atje faktikisht organizohet votimi për të gjithë qytetarët kosovarë që jetojnë në Britani, e të cilët janë regjistruar për ta shfrytzuar të drejtën e tyre të votës me postë. I bie që i gjithë procesi të filloj me probleme, që në start kemi probleme, e problemi i parë është ku nuk janë nisur pakot e votimit me kohë, është dashur që votimi të filloj të premtën, por pakot me flet votimi janë nisur dje, dhe pritet që këto ditë, sot nesër, brenda javës edhe të filloj procesi votimit me postë. Si shihni një gjë të tillë? Përshëndetje Kushtrim edhe të gjithë shikuesve të TV Dugaxhinit. Mund të them se është problem. Faktikisht problem i cili ka zgjedhjen që siç e thatë edhe ju, përmes postës mund të votojmë. Mund të them që jo ndoshta vetëm përmes postës, se shumica e qytetarëve ose bashkëvetarëve që jemi në Britani e kanë marrë rrugtimin gjithashtu për Kosovë, ku pritet që të votojnë aty personalisht në të gjitha fikat që janë të paraqitura për ta. Unë isha në një bisedë me kryetarin e LDK-s në Britani, i cili gjeti pak kohë se me djekoft ne kemi ndoshta shumë obligime të mëdha dhe koha nuk po premton që të jemi në biseda të shpeshta. Mirë po a i gjeti kohën të më thotë se ishte pyetja ime për të se si po zhvillohet procesi votimit, pasi që nuk kemi ndoshta një qendër apo një informatë se si po vijojnë këto votime. Kemi informata përmes online, mirë po nuk janë të duhura që të dinë se çka është duke ndodhur. Zoti Sulejmani tha se ky proces ka shpreh ndoshta pak kënaqësi shumë të mëdha, frustrim në çdo aspekt. Se jemi duke folur për shtetin tonë, për shumë ne kemi lëshuar Kosovën, mu pikërisht për shkak luftës, për shkak konflikteve, dhe gjithë synojmë të shkojmë për një Kosovë të mirë, më të lirë, në çdo aspekt, në çfarëdo mënyre. Zoti Sulejmani theksoi se votat janë të fshehta dhe se është e drejtë edhe përgjegjësia e çdo qytetari të vendos lirshëm votoj për parti politike, për ata të cilët e kanë bindjen që do të jetë shumë pozitive për Republikën e Kosovës. Ai gjithashtu ju shpreh edhe gjuhës të urrëties në pyetjet time lidhur me komentet negative, se nuk mund t'i shmangen këtyre pyetjeve në rrjetet sociale, po flasim ku ne jemi shumë të angazhuar, sikurse media, po gjithashtu edhe qytetarët. Më pëlqej që të them me respekt, ai tha se nuk duhet ti pranojmë këto komente negative, edhe uron që këto urrëtie të ndalen në rrjetet sociale. Beson që shumë shpesh zonja Paqarada e përmendet që
faktikisht shumë qytetarë të kosovarë që jetojnë në Britani tashmë janë nisur ose edhe planifikojnë që të vinë të votojnë fizikisht në Kosovë, derisa në anën tjetër thatë që ka mungesë të informatave sa i përket të procesit të votimit në Britani, në vendet ku janë caktuar faktikisht për të kryer ky proces. Cilat informata mungojnë dhe cilat janë ato konfuzionet që shkaktohen tek qytetarët kosovarë që jetojnë atje dhe që duan të votojnë? Informatat nuk është ndonjë link apo ndonjë qasje, po flas unë si media e kam këtë informat, po nuk e di se a mbrin deri te ata që e kanë të drejtën e votimit. Atëherë nuk është ndoshta dikuni informat, po flas për Britaninë që të jetë sa më sakt këto ndryshime që tani edhe ju thoni nuk kanë mbri, njerëz që nuk e kanë mundësinë të vinë të votojnë personalisht, nuk e kanë mundësinë me post. Ku vinë ato, ku shprehen, se si të votojnë, nuk e dim. Po. Në anë tjetër, si sheni këto vonesa të dërgimit të pakove me fletë votime, në anë tjetër e kemi në zonën Paqarada që po tregon që ka mungesë të informatave spaku në Britani, në bazë të dhënave që ajo i ka. A mund të themi që KQZ-ja që në fillim po përballet me probleme e të cilat a mund të sjellin ndonjë problem edhe më të madh? Faktikisht nuk ishte dashur me pas problemet kësaj natyre të paktën, sepse në çdo parë zgjedhje mund paraqiten probleme ndryshme teknike apo ndonjë problem i vogël që mund të jetë i paparashikueshëm, po duke pas parasysh që janë zgjedhjet e katërta këtë vit, të paktën këto probleme nuk ishte dashur me qenë sepse nuk është ndonjë risi gjatë procesit zgjedhor. Po unë po mendoj që për diasporën vetë ka filluar para se me fillu procesi kanë filluar problemet, të pas parasysh tendencën e hapjes të qendrave të reja të votimit në shtetet ku jetojnë bashkëdhetarët tonë, pastaj kundërshtimet që kanë qenë brenda KQZ-s, dërgimin e Supreme dhe ende do të thotë, unë mendoj që është një konfuzitet rreth kësaj teme që bashkëdhetarët mund të kenë pak qartësi rreth votimit të drejtës tyre me votu. Po sikur të ishte vetëm ky problemi i nisjes me vonesë postave, unë kisha më konsideruar një problem shumë më të vogël, për shkak se kanë nisë me vonesë dhe besoj që deri 27 munden me arrit, edhe qytetarët me gëzu drejtën e tyre të votimit, ose më mundësu me shku dhe në ambasadë. Po në kom vrejt edhe problemet të ndryshme që, për shembull, nëse nuk gabojnë në Zvicër dhe Gjermani, në njënën për këtyre shteteve në ofental nuk shënon adresa, edhe qytetarëve ju shkruaj përgjigja negative mas për shkak se mungon adresa në dokumentin e identifikimit, sepse disa shtete e kanë në dokument, disa nuk e kanë. Edhe ata kanë shënu, po domethënë në dokumentin e identifikimit nuk ju ka figuru adresa dhe ju kanë këthy mas që me arshyetimin që mungon adresa dhe duhet të plotësojnë të donat, dërgojnë dokument zyrtar, pavarësisht që ata i kanë shënu adresat e tyre në zyrtar dhe ka qenë dokumenti që ata jetojnë atë vend. Pastaj kanë pa probleme tjera që kanë postuar qytetarët në rrjetet sociale në Amerikë. Ka qytetarë që ju ka caktuar me votimin në ambasadë, dikun thuja si 3 deri në 4 orë larg me aeroplan dhe ma shumë se 5-16 orë ose 20 orë me automjete me shku me votu. Kjo është jo një ofrim i drejtë e bashkëdhetarëve, po është përkundrazi një martëtim, një lojë me ta, për shkak se qytetarët kur aplikojnë, ata i dërgojnë dhanat, adresat ku ata jetojnë dhe i çdash me qenë qendra më afër të tyre dhe jo me qenë ndoshta qendra ose pika më e largët e mundshme që ata me votu. Po flas gjithmonë për atyre që kanë prezantuar emailat e KQZ-s bashkëdhetarë që jetojnë në Amerikë. Dhe ka shumë tjera probleme, ndoshta edhe kjo mungesa informacioni që ta zonja, qytetarët nuk janë të informuar dhe nuk e kuptoj pse nuk ekzistojnë disa lehtësira për informim jo vetëm të bashkëdhetarëve, po ne kemi kanë një herë mungesë informacioneve të brenda vendit tonë këtu, për shkak se jemi dëshmitar të asaj që ndodhin flot shpallje të pavlefshme të votave për shkak të mungesës e informacionit ose vetdijes, ngritjes vetdijes qytetarëve me votu dhe me shfrytzuar një drejtë elementare. Nuk është në rregull kjo dhe nuk ishte dashur me ndodh këtu. Kisha prit ndonjë problem më të vogël teknik, po të në kësaj natyre nuk kisha prit. Po, zonja Paqarada, për në fund dihet se sa kosovar me të drejtë vote janë në Britani ose spaku vetëm në Londër, aty ku edhe jetoni? Më vjen keq, nuk e kam. Po, a ka pasur pak kënaqësi të tjera të cilat janë shprehur sa i përket procesit zgjedhor për diasporën?
Definitivisht, si që përmendje dhe zotëria në studio, është kjo lodhja që sa herë bëhen votat, janë aq të shpeshta, është frustruese që nuk ka një stabilitet në qeverinë e Republikës Kosovës. Ajo na bën të ndihemi shumë keq, pasi që shumica prej neve kemi ardhur këtu me shumë sakrifice, edhe zemra jonë është për Kosovën të jetë sa më e mirë. Po. Po, zonja Baçarada, faleminderit shumë që na u bashkove në këtë lidhje të drejtë për drejtë në Rreth Rrozull. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirupafshim. Gjithashtu, faleminderit shumë. Përmendet që procesi i votimit me postë po përcillet me probleme. Një prej problemeve kryesore edhe të parat është kjo që pakot e votimit, pakot me fletë votime, nuk janë dërguar me kohë. A mund të ndikoj kjo sipas jush edhe në numrin e të përfshirëve në zgjedhje, në numrin e qytetarëve që shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar? Faktikisht, vetë fakti i shifrave që bashkëdhëtarët që kanë aplikuar me votim me postë është shumë i ulët krahasim me zgjedhjet tjera që janë bojë. Janë 57.000. Po, nëse s'gaboj, herën e kaluar kanë qenë mbi 120.000. Po. Edhe kjo është nuk ma merr mendja që është një numër kaq i madh që kanë vendosur barë Kosovë me votu. Do thotë vetë fakti i këtyre shifrave tregon që ka një rënje të interesit ose një lodhje qytetarëve me kon pjesë të zgjedhjeve, sepse edhe atje është kosto, sepse postat duhet me u pagu, pastaj sigurisht që ndoshta te pjesa e dërgimit postave me 3 ditë vonesë, atje mundet me qenë 3 ditë që kushton që kish mujtë me mri në një weekend ose ata ku kanë planifikuar që mrin postat në data të paralajmëruara, ndoshta edhe me organizu pritjen e postës së këto, sigurisht që ka më ndiku ndoshta negativisht për shkak se janë në punë edhe njerëzit nuk janë të gatshëm çdo herë kur posta mundet me i dërgu dhe ne i dim se si funksionojnë postat atje, duhet lojnë shënim, pastaj nëse gjenden aty nuk e lën as ata, duhet shkojnë një herë, 2 herë ose 3. Po. Dhe kjo sigurisht që ka me ndiku me gjithë kërkesën e vogël kësaj radhe për me votu përmes postës, besoj që ka me qenë një numër shumë i vogël që kanë me votu. Është keq kjo sepse ndoshta i çdash me mundu një formë pak më ndryshe dhe jo çdo vit kemi kundërthënie të brenda KQZ-s, kemi trubullira sepse vetë procesi ka një herë është i pak qartë edhe lemo se kur komplikohet me gjëra të tilla, me ndryshime, asnjëherë nuk përzgjedhjen nuk përmohen të njëjta për bashkëdhëtarët dhe kjo sigurisht që krijon ato fakonvozitetet dhe problemet gjatë votimit, ndoshta edhe tendencat e tjera që mund të kemi të keq përdorimit aty në votimeve të qytetarëve që mundën mos më arrit me votu. Po, e kemi tashmë në lidhje të drejtë për drejtë edhe Lulzim Evelion direkt nga Gjermania, ku edhe atje patjetër që janë organizuar zgjedhjet edhe qytetarët kosovar në Gjermani kanë të drejtën e tyre për të votuar në Kosovë. Zotri Velio, a dieta ka pasur ndonjë problem tjetër ose dihet ka ndonjë të dhënë, ndonjë informatë se mund të ketë probleme në lidhje me procesin e votimit me postë? Spare përshëndetje për ju dhe shikues të televizionit Dugaxhini. Deri më tani nuk është ndonjë informatë të saktë se do të ketë probleme apo ka probleme të kësaj natyre, përveç asaj që është njoftuar se janë nisur pak me vonesë flet votimet, pra më duket se ishte dje njoftimi se ato tani më janë nisur. Mirë po sido që të jetë kësaj radhe, është numri i atyre që do të votojnë me postë është parë se është më i vogël, pra janë të regjistruar vetëm fillimisht janë regjistruar diku mbi 80.000, mirë po të konfirmuar deri më tani janë 72.000 persona, që është një numër dukshëm më i vogël se në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Mirë po për dallim nga zgjedhjet e kaluara parlamentare kur ishte muaj i shkurt dhe ishte periudhë punës, kësaj radhe unë mendoj se një numër shumë më i madh i bashkëdhëtarëve tanë do t'ja mësojnë Kosovës, jo vetëm për të votuar, por edhe për të kaluar festat e fundvitit në Kosovë në xhirin familjar, pra është një praktikë që është bërë në çdo vit e besoj që e njëjta do të jetë edhe kësaj radhe, ndoshta zgjedhjet do të jenë edhe një shtesë për një pjesë të mirë të bashkëdhëtarëve të cilët do të jenë në Kosovë dhe do të votojnë direkt në vend votimet e tyre pranë komuna ku ata jetojnë e veprojnë. Unë për veten time jam i regjistruar në komisionin qendror, kam marrë konfirmimin dhe do të votoj në konsullatën e Republikës së Kosovës që është në Düsseldorf, pra është një mundësi e mirë e krijuar tani më që edhe në
mërgim të kemi mundësin votën tonë të japim direkt në kutinë e votimit. Këtu do është të vlen të theksohet se në shtetin e Düsseldorfit, përveç që qendrës votimit që është në konsulatën e Republikës Kosovës, kemi edhe një qendër tjetër të votimit që është jashtë institucionit, pra do të jetë në një vend tjetër të caktuar. Dhe në këtë mënyrë të gjithë qytetarët që kanë shprehur vullnetin dhe dëshirën e tyre për të votuar, do ta kenë mundësinë për të votuar. Po, zotëri Gjoca e përmendën dhe të tjera që mund të jetë të gjitha këto themi parregullsi, probleme me të cilat edhe filloi çështja e procesit të zgjedhjeve, mund të bëhet të thatë me tendencë. Thua që bëhet qëllimshëm nga dikush dhe me çfarë tendence? Tash mund të kesh përdorët, vënesa dhe nëse nuk arrin me kohë të votuesit, mund të ndodhë gjithçka dhe sigurisht që nuk është hera por që kemi, jo vetëm tash, po në periudha të ndryshme në Kosovë, ka pas tendenca të manipulimit ose të keq përdorimit të vullnetit qytetarit. Dhe tash nuk e di se sa ka me funksionu kjo që e tha zotriu prej Düsseldorfit, kjo qendra votimit jashtë institucioneve, kur na jemi dëshmitarë që në Kosovë, në institucionet të përcaktuara prej shtetit, monitorim të KQZ-s dhe gjithë aty na vëzhgues dhe policisë Kosovës, ka tendencat mëdha të keq përdorimit votës dhe kemi pas ankesa të ndryshme, patem rastin edhe me Mitrovicën, në Gjakov që tentojshin me mendu që ka keq përdorim me numrat serik të flet votimeve dhe ankesave të ndryshme që ndodhin çdo palë zgjedhje në Kosovë për tendencë të manipulimit të vullnetit qytetarëve. Dhe tash nëse do të kemi një qendër në Gjermani që është larg një sigurie kaq të madhe institucionale të vendit, nuk e di se si ka me funksionu dhe se sa ka me qenë korrekt vullneti qytetarëve në qendrat votimit. Thua që votimi jashtë konsulatave mund të japë më shumë hapësirë për keq përdorime? Unë mendoj që ne si qytetarë, si popull, nuk kemi ende të përgatitur për një qytetari kaq të madhe të votimit që ta kryejmë obligimin tonë qytetar kudo që ta vendosim në qendër të votimit dhe të mos mendojmë për një mundësi tjetër të manipulimit të vullnetit qytetarëve, sepse unë thash të jonis prej faktit që ne jemi këtu në vend, që kemi një siguri institucionale, kemi policinë e Kosovës gjatë gjithë ditës që është qendra votimit të hapun, kemi prokurorinë aktive, kemi vëzhgues vendore ndërkombëtare, komisionerë dhe tentohet të manipulohet vullneti qytetarëve ose të keq përdoret e drejta votës. Nuk e di se sa do të jetë, domethënë, kaq sigurt vota me një institucion që është me një shtet tjetër që nuk i kem këtë siguri dhe këtë kujdes, këtë mbikëqyrje, dhe aq më pak kur është edhe jashtë institucioneve zyrtare të shtetit, që mundësia e sigurisë votës është shumë më e vogël edhe unë mendoj që mund të ketë tendenca dhe mundet me u manipulu vullnetin qytetar. Po shpresoj që jo, po si qytetar, bindja jeme është se çdo qendër që mund të jetë jo mirë organizuar, sidomos tash këto zgjedhje që kanë ardhur shumë shpejt edhe për shkak të kësajna që këta po konsiderojnë që ka qenë proces i shpejt, po ndodhin edhe vonesa në mënyrë të organizimit, në mënyrë teknike ose operative të dërgimit të votimeve, sa ka me qenë saktë dhe sigurt organizimi i qendrave të reja të votimit jashtë institucioneve shtetërore. Ose kush do të ketë përgjegjësi për atë qendër, nuk e di. Zotri Eveliu, pajtoni me këtë dyshimin që organizimi i zgjedhjeve jashtë konsulatave mund të lë hapësirë më të madhe për keq përdorim? Jo, unë mendoj se një gjë të tillë janë shkujdesur më herët organizatorët e zgjedhjeve, pra në këtë rast Komisioni Qendror Zgjedhor, është kujdesur për të gjitha dhe vend votimi pa marrë parasysh se ku do të jetë ato brenda atij vend votimi do të ketë përveç komisionerëve nga Komisioni Qendror Zgjedhor do të ketë edhe vëzhgues të organizatave të ndryshme të cilat tani më edhe janë të rregulluara dhe një gjë tjetër që desha të shtej në këtë pikë është se Kosova, për dallim nga të gjitha vendet e rajonit, e ka një traditë shumë të mirë të zgjedhjeve që për fatin tonë të mirë kanë rezultuar pozitive në të gjitha zgjedhjet e kaluara, përjashtë rastin e fundit në Mitrovic kur kishim disa flet votime me atë numrat serik që nuk u përputhen dhe është shfaqur një dukuri është shfaqur pra dukuria e mosbesimit, për në të kundërtën, për dallim nga të gjitha vendet e rajonit, Kosova qëndron shumë më mirë me zgjedhje të ndershme, me zgjedhje
pajtura në mënyrë të rregullt, por edhe me daljen e rezultateve të shpejta. Kështu që unë nuk pres edhe kësaj radhe që të kemi ndonjë telashe tjetër apo problematik tjetër, pasi që edhe këtu si në Kosovë, në vend votime do t'jenë përfaqësues të gjitha subjekte politike, pra dhe ata do t'jenë ruajtësit më të mirë të votës së qytetarëve të Kosovës. Edhe pse si thamë më herët, numri i votuesve në Gjermani, si me post ashtu edhe në vend votime, të tjetë dukshëm më i vogël se erave të kaluara, nga të cilat nuk ka pasur ndonjë telashe, pra kanë ardhur në mënyrë të rregullt dhe kanë qenë vota që janë pranuar nga Komisioni Qendror, e njëjta gjë mendoj se do ndodhë edhe kësaj rame. Që desh ta vështut me zotrin Veliov është se faktos që është Komisioni Qendror Zgjedhor që është kujdes me organizu zgjedhjet edhe besoj që do t'jenë komisionerët dhe po shpresoj që me rujt votën edhe me qenë vullneti i lirë qytetarëve aq që qytetarët të prezantojnë në det. Po organizimi i zgjedhjeve prej KQZ-s ka qenë edhe dërgimi i votave me post, po që patën probleme teknike të vënesave. Kështu që nuk do të thotë që pse është organizuar prej KQZ-s që mund mos kem tendencë, unë po them, po shpresoj që s'ka me post. Po pse është organizuar, ka qenë organizim i KQZ-s edhe kjo dërgimi i votimeve me post që ka qenë shumë më e thjeshtë se sa mbrojtja e votës atje. Pastaj edhe këtu kemi komisionerë, kemi vëzhgues të gjitha subjekteve, shoqënive civile, të organizatave të huaja, po gjithmonë kemi tendenca të tilla, thash do është për mush shqetësimi imi, ky besoj ndoshta qytetarëve, po nuk thash që do të duhet ndodhë sa herë që mund të ndodhë, por shpresoj që jo. Po dhe zgjedhjet e kaluara edhe ka pas edhe shumë vërejtje për transportin edhe të kutive të votimit prej ambasadave. Do thotë ka pas pak nasi dhe dyshime që qytetarët ose subjektet politike kanë hidhur në mënyra se si kanë ardhur në Kosovë. Lemo prej qendrave jashtë institucioneve. Gjithsesi, unë prapë po them që unë po shpresoj që qytetarët kanë me pas një pjekuri të tillë politike, dhe të mos kemi diçka të ngjashme. Po kujtojmë që KQZ-ja ka deklaruar. Çfarë pajtona është se kemi qenë për disa vite shembull i procesit zgjedhor që ka qenë një proces i qetë demokratik dhe që rezultatet pavarësisht me mangësitë ose paknasitë të mundshme është pranuar si i tillë dhe kemë vazhduar domethënë krijimin e institucioneve pa probleme përjashto këto të fundit që veç se e kemi pa maratonën e këtyna deklaratave politike, seancave, të mos krijimit të institucioneve dhe të fshatës që ka qenë shumë e ashpër edhe ka kriju një farë pasigurie të qytetarëve se sa janë kredibile zgjedhjet ose sa kanë me qenë tash në të ardhmen. Kujtojmë që edhe nga KQZ-ja janë deklaruar që në ditën e parë kur janë shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme që mund të ketë mundësi sepse është koha shumë e shkurtër dhe shkaku i kësaj kohe shumë të shkurtër për organizimin e zgjedhjeve mund të ketë edhe probleme të cilat e përcjellin këtë proces zgjedhor, duke përfshirë këtu edhe diasporën. Do thonë edhe KQZ-ja që në fillim e ka lënë të hapur sepse koha është shumë e shkurtër. Por të menjanuar të gjitha problemet e mundshme. Unë thash nëse kishim qenë dikon pas një viti, 2 vite zgjedhjeve dhe kemi ardhur në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe i kisha kuptuar disa probleme, po KQZ-ja ende s'ka dalë për zgjedhjeve. Do thotë KQZ-ja veç se ka qenë një proces me një maraton të zgjedhjeve që në një farë forme është qenë dashme qenë në disa pika përgatitne dhe para përgatitne se e ka ditë që mundësia për me shumë zgjedhje ka qenë shumë reale dhe nuk është ardhur një befasi sikur që mund vi pas 2 vite që kemi pas zgjedhjet e fundit edhe vim me një por zgjedhje të jashtëzakonshme që i nxan të papërgatitur KQZ-n edhe ndoshta edhe të habitun edhe papërgatitur gjitha subjektet dhe qytetarët. Ne kemi qenë me një maraton të zgjedhjeve që veç se epilogi është ditë prej dhe i non shkurtit thuajse, si ka më përfundu me pozicionimin e subjekteve politike që kanë qenë. Duke po një parti të parë që këtë rast ka qenë vendosja që ka qenë bashkëpunuese vetëm me LDK-n ose ka pranuar të dërgoj ftesë për koalicion vetëm LDK-s dhe duke po një LDK që ka qenë konsistente në vendimet e saj që ne nuk do të jemi në qeveri as me partinë e parë, po as me partitë opozitare, dhe duke po që partitë të tjera opozitare dhe me dasht nuk kanë mujtë të bu një qeveri si të vetme, po s'ka mujtë të bu me partinë e parë sepse nuk kanë pas ftesë dhe nuk kanë pas frymë bashkëpunimit. Do të thotë se është ditë që nuk kemi rrugë dhe alternativë tjetër për zgjedhjeve. Pra, sipas jush nuk arsyetohet asnjë problem i mundshëm që mund të shkaktohet me këtë çështjen e kohës së shkurtër për organizimin e zgjedhjeve. Tash probleme do të kemi edhe kemi pas gjithmonë në çdo proces, jo vetëm zgjedhor, por edhe në
serat ndryshme të jetës institucionale, ndoshta edhe private, dhe sigurisht që çdo problem duhet të arsitohet edhe duhet mirë kuptohet me idenë që duhet të përmirësohet dhe të ketë një tejkalim të asaj sa më shpejt dhe sa më sigurt. Po për disa probleme, si në këtë rast, thash, nuk ish dash me ndodh me vonesë, po edhe nuk ish dash ndoshta me ndryshu mënyra votimit, për shkak se në një formë po mendoj unë që KQZ-ja po bjen në kundërshtim me veten e saj. Për shkak se në një pjesë thotë që i arsitohen probleme teknike sepse është një kohë shumë e shkurtër dhe mungesa përgatitjes, dhe në anën tjetër organizon ose pretendon me mbajt zgjedhje që dallojnë për zgjedhjeve të kaluara duke hapur të qendra të reja të votimit. Tash nëse KQZ-ja vetë pranon që nëse shkojmë në një proces të njëjtë, të ngjajshëm me zgjedhjet e fundit, që ka qenë vetë i njohur si proces të votimit, mund të ketë gabime teknike dhe mund të kemi vonesa, mund të kemi probleme gjatë procesit të votimit ose dërgimit të fletvotimeve, dhe në anën tjetër merr barën edhe riskun që me ndryshu mënyrën e zgjedhjeve dhe me organizu zgjedhje dhe në pjesë tjera, pika tjera që janë të reja dhe që kërkojnë një energji, një shpenzim më të madh, një organizim më të madh, edhe mund të kërkojnë, domethënë, një kujdes më të shtuar që KQZ-s mund të mos i përmtoj koha ta sigurojë këto. Po, zot Riveliu, sipas jush, pse sa herë ka zgjedhje në Kosovë, diaspora bëhet një farë forme kryetem? Po, kuptohet apetiti për vota i çdo subjekti politik për të rrëmbyer votën e diasporës e bën që të jetë një kujdes i shtuar ndaj diasporës vetëm në kohën kur ka zgjedhje në Kosovë. Edhe pse ata asnjëherë jo vetëm qeveria e fundit, por as edhe qeveritë paraprake nuk është se janë marrur shumë me problematikat e mërgjimtarëve apo edhe me kërkesat e tyre që nuk kanë qenë të pakta dhe nuk kanë qenë pa organizuara dhe pa sjellura në mënyrën e duhur. Mirë po, ata e gjenë momentin që të përmendin diasporën apo emigrantët shqiptarë kudo që janë, vetëm në kohën kur kanë zgjedhje të vinë të vizitojnë, që tani më vizitat e tyre janë bërë të shumta, thuajse çdo ditë shohim organizime të tilla nga subjektet politike, qoftë nga partia e pushtetit, qoftë edhe nga partitë opozitare, të cilat u hapën syt pas humbjes që e psua në vitin 21 dhe jam syen diasporës pasi që viti 21 ishte viti kthesës, viti kur diaspora e bëri ndryshimin e madh, dhe kjo ka ndikuar që një pjesë e mirë e votuesve tani më të shpërndahen edhe në subjekte të tjera si TNDK, PDK, ashtu edhe te Aleanca për Armërinë e Kosovës. Mirë po, kujdesi i tyre është vetëm për votën dhe asgjë tjetër. Ne kemi marrur disa iniciativa, jo një herë, po disa herë që ju kemi drejtuar qeverive të ndryshme me kërkesa të ndryshme, kemi dërguar edhe peticione të nënshkruar nga shumë qytetarë me kërkesat tona, me kërkesat të cilat asnjëherë nuk është marrur dikush dhe jo vetëm që nuk është marrur askush, por nuk kemi marrur as edhe përgjigje për kërkesat tona. Tentativa e jonë, po flas në rrethin ku unë jetoj dhe me organizatën që drejtoj, ka qenë para 2 vitesh me një konferencë të organizuar në ambientet e kuvendit Kosovës, duke ju dërguar të gjitha grupe parlamentare, Ministrisë Punëve të Jashtme, Kryetarit Parlamentit, dhe asnjëri nga ta nuk gjeti kohën që të ishte pjesë atë takimi, përjashtë një deputete nga vetëvendosja e cila erdhi i mori kërkesat tona dhe premtoi se për një periudhë shumë të shkurtë kohore do të na kontaktoj dhe do të shohim mundësinë e zgjidhjes problemeve, dhe asnjëherë tash 2 vite nuk kemi përgjigje nga ta, edhe pse me kërkesa dhe me një platformë shumë të mirë të përgatitur nga 2 doktorantë në Austri e kemi dërguar në të gjitha grupet parlamentare, por ata asnjëherë nuk janë marrur me këtë problematika. Ata merren me diasporën kur diaspora ju duhet dhe asgjë tjetër. Po, zotëri Gjosaj? Jo, fajtona plotësisht me këto që e tha kolega, sepse unë mendoj që diaspora jo që po favorizohet, jo që patentohet me ju ndihmu ose me ju dhon mundësinë që këta me votu dhe me dhon kontributin e tyre, po unë mendoj që diaspora po keq përdoret në kohë fshata dhe nuk e di pse diaspora po lejon më keq përdor, sepse duhet edhe diaspora që ta shet që domethënë kjo që tha kolegu që vetëm kohë fshata vinë takohen dhe nuk përfillen kërkesat e tyre, unë mendoj që diaspora mund të japin kontribut vetëm me votë.
Unë mendoj që diaspora japin kontribut gjatë gjithë kohës dhe keq përdorimi i tyre vetëm në kohë fshate për mua është ignorim dhe thyrje për diasporën. Çka mund të më bëj? Cilat janë ato kërkesat që na ju kemi letu diasporës? Unë të ju nisë edhe për rrjetit familjar që kam në diasporë, po të ju nisë edhe për miqve që dëgjoj përkundrazi kur vim për bollën, ndoshta edhe me birokraci, qoftë regjistrimit të fëmijëve këtu, qoftë mënyrave të rregullimit dokumentacionit apo të tjera që mund të pasen minimalisht një ndihmë të tillë të jepet, sepse kom pas raste të njerëzve që kanë ardhur bashkëdhetave për Amerikë, sepse në Evropë në këtë pikë dallan, atje nuk jepet gjithnjë certifikata e lindjes origjinale dhe kur vin këtu duhet mu përball me një kopje të notarizuar, një përkthim, një këto, një ato, domethënë një gjuhë që është e preferuar dhe po flas për një mungesa minimale të një përkrajje ndihme. Diasporës nuk i vyn kohë fshate më dalë me thonë që ju jeni shtylla vendit, që ju jeni fuqia ekonomike e vendit, sepse këta e din sa kontribuojnë dhe din pse bëjnë këtë punë, sepse tek e fundit gjithë secili e bën për atë dashuri dhe për familjen e vet, po këty na vjen një përkrajje edhe tjetër që më qenë më afër çdo ditë. Jo dhe jo vetëm në kohë të zgjedhjeve. Mendoj që kjo mënyra e votës diasporëve në këtë formë, unë kam thonë edhe herave tjera, nuk është përfaqësimi i diasporës. Nuk është përfaqësimi i diasporës, kjo sepse unë kam thonë që për shkak që më shmon kjo ideja që ne këtu po mendojmë që diaspora po na determinon politikën në vend, na po jetojmë këtu dhe diaspora s'po jetojnë, dhe për shkak që diaspora pas një zë shumë të fuqishëm në kuvend Kosovës, unë kam thonë që ndoshta ish dashur diaspora me pas një numër të deputetëve, të cilët kuvendi Kosovës ja u siguron zërit bashkëdhetarëve që ne kemi në gjitha shtetet kudo që jetojnë jashtë Kosovës. Pra që të ketë përfaqësim të diasporës, sepse kemi një deputet, kemi pas edhe në legislaturën e kaluar deputet nga diaspora. Mund të kemi deputet që ka ardhur me vota edhe të këtuajt edhe të atjet, por që nuk mundet me qenë zoni diasporës në vërtet. Një zoni diasporës në vërtet kish me qenë 5 supozoj. Një konsenzus politik që 5, 6 ose 10 deputet me qenë pej diasporës. Dhe gara me qenë brenda kandidatëve diasporës dhe me votat diasporës. Okej, vetëm me votat diasporës. Ashtu mendoj që kishim me pas një përfaqësim diaspora një zot vetin dhe një llogaridhënie prej njerëzve që i kanë zgjedhur dhe këtë mund të zgjedhin këta doktor shkenca që kanë përgatitur kërkesa dhe ata mund t'i nxjerrin kuvend dhe jo të bredhin nëpër zyre duke dërguar dhe prit mos marr përgjigje ka 2 vite, po dhe këtu i sheh kjo pjesa që diaspora po ndikon në politikën tonë, sepse ne emitojmë, dalim 200.000 votues në Kosovë që jetojnë përdit me probleme të përditshme dhe vinë 200.000 vota prej diasporës që përmbysin vullnetin dhe rezultatin tonë. Në një farë forme, po mendoj unë, ndoshta është jo e drejtë, që kish me qenë një zonë shumë më drejt për drejt i diasporës në vend dhe kish me qenë një shmangje e kësaj idesë që ka lind këtu që ne diaspora po jetojnë atje me kushte të ndryshme, e kanë jetën e sigurt, vinë pushimeve dhe po na determinojnë politikën e përditshme, ishin shmangë që të dyja dhe nuk mendoj që diaspora duhet më mjaftu me një koncert kur vinë verë mirë se erdhët bashkëdhetar dhe me 4 vite ose gjatë gjithë vitit me përballë me probleme të ndryshme prej kur hinë në dogan me pagesat kartonave këto dhe deri kur vinë të shtëpia me 100 probleme që ne përballemi vetë që jetojmë me birokraci ndryshme, lemo këta që i kanë një kod kufizume dhe vinë për javë ditë, ndoshta edhe një dokument ja merr 2 javë, 3 javë me rregullu që nuk arrin. Edhe kam shembuj të ndryshëm që kanë aplikuar për shtetësi dhe nuk kanë arrit, janë kthyer dhe nuk kanë arrit ende me marr përgjigjen për shkak se emaila nuk e ka shku me këshillën juridike se deri kur duhet me pru dokumentin dhe kur e ka dorëzuar ka ardhur vetëm një ditë mas afatit që është i parapo me rregulla dhe procedurat përgjithshme dhe prap duhet me rikthy përsëri procesit prej fillimit prej zerës që ja merr edhe 6 muaj të tjerë që ja ka marrë paraprakisht. Po, zot Revelio, keni përdështruar diçka vajtoni me këtë propozimin e mënyrës së përfaqësimit të diasporës në kuvend që faktikisht diaspora të votoj vetëm për kandidat që vinë nga diaspora dhe kandidat nga diaspora, në këtë rast deputat nga diaspora, të kenë në një farë forme numrin e caktuar të përfaqësimit në kuvend. Mos të ketë një rastit që një deputet që ka vota, po të kemi për shembull standard disa deputet. Ne diskutuam një gjë të tillë kemi diskutuar mos ka bofsha në emisionin e kaluar dhe e kam shprehur mendimin tim edhe herën e kaluar dhe të njëjtën gjë do ta them edhe sot që kërkesa e kamotshme e diasporës është vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Pra,
është e qartë se në Kuvendin e Republikës Kosovës kemi disa deputet që vinë nga diaspora, pastaj kemi edhe ministra që vinë nga diaspora, mirë po ata nuk përfaqësojnë vullnetin e diasporës, as deputetet e as ministrat, pasi ata janë pjesë e subjekteve të ndryshme politike dhe përfaqësojnë interesin e partisë përkatëse, pra të cilës i takojnë. Ata nuk janë votuar si deputet të diasporës, por janë votuar si deputet të partive të ndryshme, qoftë Partisë Demokratike, Lëvizje dhe Vendosje apo edhe LDK-s. Përfaqësim i idenë për diasporën do të ishin deputetet të cilët do të vinin në emër të diasporës dhe do ta përfaqësonin diasporën e jo deputetet që vinë në emër të subjekteve politike. Kjo është mëse e qartë. Mirë po, për një gjë të tillë, për një kërkesë të tillë, kemi pasur çdo herë përgjigje negative për arsye se mundësia e vendeve të rezervuara duhet të kemi ndryshime kushtetuese dhe ndryshimet kushtetuese në Kosovë nuk mund të bëhen vetëm me shumicën shqiptare, por duhet edhe shumica e minoriteteve të tjera dhe si e tillë gati që është e pamundur për të arritur. Pra, këto janë justifikimet që bëjnë subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre pra kur atakohen me mërgatën. Ndërsa vota është për ta dhe e dëshirojnë dhe në këtë mënyrë ata na ndjekun çdo herë kur kemi zgjedhje. Unë mendoj që kjo kish mund të ndodhë pa ndryshime kushtetuese. Pse kish mund të ndodhë? Sepse institucioni KQZ-s është ai që përcakton mënyrën e zgjedhjeve dhe mënyrën e votimit të zgjedhjeve. Ndaj nëse është e mundshme zgjedhjet lokale që ndodhin në formë ndryshme, pse mos me organizuar në një formë që gjatë procesit të organizimit të zgjedhjeve me KQZ-ja me shumicë votash me organizu që diaspora me votu në diasporë me një listë veçantë për diasporë. Ka nevojë me na deciditivisht me listë të përcaktojmë që mi pas 10 vende, 6 vende diaspora në kuvend. Mund të ndodhë me një proces, me një mënyrë procesi zgjedhor, që përcaktohet që diaspora do të votoj për këta kandidat. Dhe diaspora le të qetë kandidat e vetë. Do të thonë, mund të ndodhë gjatë procesit zgjedhor, mënyra organizimit sajna, nuk është patjetër një ndryshim kushtetues që të jetë me një ligj i garantuar për deri në momentin që të vjen një klimë më e mirë politike në kuvend që mund ndodhë ndoshta edhe me ligj pse jo. Po, zotër Gjoca, faleminderit shumë që ishte sot në Rreth Rrotall. Është e imja. Zotër Veliu, faleminderit shumë që ishte sot në Rreth Rrotall. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kemi arritur në fund të pjesës së parë, shkëputemi për pak minuta marketing.